Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në emisionin tonë Argument sot kemi ftuar aktivistin e mirënjohur të komunitetit shqiptar në Teksas. Ne ju urojmë për zgjedhjen tuaj, por njëkohësisht sot do flasim për një problem mjaft magjor që është arritur në sajt të aktivizimit të shoqatës suaj AFA, pra Shqiptarët për Amerikën, e cila kohët e fundit në Kongres arriti një sukses të veçantë në lobimin për çështjen shqiptare dhe sidomos për çështjen e asaj krajine që ka mbetur jashtë trojeve shqiptare në Serbi, Preshevës e Bujanocit. Pra, për një vendim të marrë në Kongresin Amerikan për çështjen e ruajtjes së identitetit shqiptar në atë krajinë. Kam ftuar pra këtu zotin Gjino Mulliqi, i cili është personazhi me cilin ne do të diskutojmë sot për arritjet e tija, por do të diskutojmë për këtë çështje madhore të cilët këtë javën që kaloi ishte në qendër të opinionit publik shqiptar. Gjino, ju faleminderit për punën që bëni, për punën me shoqatën tuaj, por sidomos për këtë arritje të rezolutës është mjaft e rëndësishme për identitetin kombëtar shqiptar. Përshëndetje, faleminderit që jam me juve, që jam mysafiri juve, përshëndes gjithë teleshikuesit e juve. Me të vërtetë është kënaqësi të jemi këtu që të bisedojmë për si themi, një historie historike që ndodhi në Kongresin Amerikan. Është një rezolutë që është bërë për shqiptarët vëllezërit tonë që janë Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc. Në tetor të vitit të kaluar ishim në një takim me zotrin Shaib Kamberin, zotrin Faton Beslimin dhe shqiptarët këtu nga Dallasi që ishte zotrin Mustafajt, po gjithashtu. Dhe shqiptarët nga Dallasi, Nazar Mehmeti, Smet Smali, Dag Vraniqi, Burim Haliti, dhe unë ishim në një takim me kongresmenin Keith Self, që organizuan nga ne, nga shoqata Albanians for America, apo shqiptarët për Amerikën, ku zotri Kamberi dhe zotri Mustafaj bashkë me Fatonin e njoftuan kongresmenin për çka po ndodh në viset e Preshevës, Medvegjës, Bujanovcit, për pasivizimin e shqiptarëve atje, për të padrejtësitë që po ju bëhen shqiptarëve atje, për mënyrën se si shqiptarët po jetojnë pa kushte as më bazike të kushtet të jetës, dhe kongresmeni me njëherë u vu në atë aktivizim që të mundohet edhe ta bjen historinë e çka po ndodh atje. Me 2 dhjetor të vitit kaluar 2025, u mbajt një hearing në Kongresin Amerikan nga Dhoma e Përfaqësuesit Jashtëm për Evropën, ku edhe kongresmeni e shpalosi billin apo projekt ligjin për këtë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të merren më seriozisht me këtë çështje. Dhe siç e pam para 2 ditëve, ajo e kaloi dhomën dhomën për punë të jashtme të Kongresit Amerikan, 43 vota pro dhe 3 vota kundër. Tash do të hudhet në të gjithë Kongresin Amerikan, mendoj se shumë shpejt brenda 5-6 jave, ku mendoj dhe besoj dhe jam shumë i besimit që do të kaloj në plot fuqi. Dhoma e punëve të jashtme është e përbërë edhe nga republikantë edhe nga demokratë, jo vetëm që u përkrah nga kongresmeni Keith Self, po u përkrah edhe nga kryetari i dhomës punë të jashtme, kongresmeni Brian Mast, u përkrah edhe nga nën kryetari demokrat zotri Gregory Meeks, kongresmeni Gregory Meeks. Kështu që unë mendoj që është një punë bipartisan dhe do të bëj një jehon të re në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc dhe t'i mbaj serbët përgjegjës për atë që po e kryen spastrimin etnik kundër shqiptarëve atje. Pra rezoluta quhet HR 6411. Atëherë, çfarë rëndësie dhe domethënie
ka për ju arritja e këtij rezultati në Kongresin Amerikan, në Komitetin për Punë të Jashtme? Po tash sa kohë në Kongresin Amerikan, në administratën amerikane, puna e shqiptarëve të përshevës më duhet që të Bujanovcit. Po mundohem që ta bëjmë një honë të re, të bëjmë një dritë, si të themi, në atë që po ndodh atje me regjimin serb, me pasivizimin e shqiptarëve që mos guxosh as levritis nga shtëpia për një natë, shkaku që do ta hekin gjithë adresën, do ta hekin gjithë emrin e pasurisë që ke atje. Mos njohja diplomave shqiptare, mos njohja e licencave shqiptare, mos njohja diplomave të fakulteteve që merren nga Prishtina për nxënësit tonë, mos punësimi i shqiptarëve në ekonomi, mos punësimi i shqiptarëve në administratat ndryshme, do të thotë ajo është një e padrejt, një si të themi është një cenim i të drejtave të njeriut që ishte në kohën e Serbisë kur ishte në Kosovë para luftës. Kështu që ka shumë një rëndësi të madhe për mua, për organizatën tonë Albanians for America dhe për gjithë shqiptarët këtu që jemi jo vetëm në Teksas, po në gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për punën që e kemi bërë që të arrijmë në këtë ku jemi sot, dhe dash Zoti që do të arrijmë edhe më shumë, që të ndezim një dritë, të bëjmë një honë të re që Kongresi Amerikan dhe administrata amerikane në krye me presidentin Trump të kushtoj më shumë vëmendje ndaj çështjes shqiptarëve, minoritetit shqiptar atje në Serbi. Si e priti Zoti Kamberi arritjen e kësaj? Të jap një story, si të themi. Zotri Kamberi kur ishte këtu, zotri Ismet Smajli, që është një veprimtar i njohur këtu në Teksas, është nga Kosova, i tha zotri Kamberi me sot puna e shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovë do të merr një honë të re, se kemi një kongresmen që e kupton çështjen e Kosovës, e kupton çështjen e shqiptarëve, e kupton situatën politike në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Është një kongresmen që ka qenë në NATO gjatë luftës së Kosovës, në fakt ka qenë edhe si themi kryetar i përgjegjës për afrimin e të gjithë trupave këmbësor, të fuqës trupave këmbësor në Kosovë dhe kupton atë. Zotri Kamberi tha dash Zoti, dhe tash 2 muaj mrapa kemi një rezolutë që është aprovuar në dhomën e jashtme të Kongresit Amerikan që ka pru një honë, një ndriçim, një dritë të re ndaj minoritetit tonë atje dhe ka fut një presion të jashtëzakonshëm në Serbinë që të merret seriozisht me avancimin e shqiptarëve në atë zonë. Kështu që unë mendoj që edhe gjatë bisedës që kam pas tash mas rezolutës, zotri Kamberi me të vërtetë është shumë i kënaqur që tash po jepet një ndihmë për atë që ai po lufton tash sa kohë në parlamentin e Serbisë që pak a shumë ta bëja dritë atje ho. Kjo çështje ka qenë ngritur her pas here nga Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane, e zoti Dioguardi dhe drejtues të tjerë si zoti Aliçkaj, Shirley Dioguardi. Megjithatë, ky është një hap më tej edhe qenia e zotit Faton Bislimi aty që ka pasur dhe ka lidhje të vazhdueshme edhe me Ligën Qytetare, i jep më tepër rëndësim, mendoj unë, kësaj arritje, përveç faktit që ju keni lobuar të ky kongresmen mik i Shqipërisë që një çështjen, megjithatë ekzistenca e 3 votave kundër tregon që edhe Serbia ka filluar ajo lobimin e saj, mund të jenë edhe kongresmen, kongresumën, unë di që janë mbështetës të klanit apo të polit serb në kongres. Megjithatë, pathja e shumicës absolute në këtë mes tregon që çështja është e drejtë, por t'i shpjegojmë pak a shumë bashkëdhetarëve tanë që janë këtu në Amerikë se nuk e din mirë procesin që po bën Serbia me heqjen e adresave të banuesve të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës, apo si quhen ato pasifikimin apo pastrimin
e këtyre adresave me gjoja pretendimin se shumica e këtyre nuk jetojnë në Preshev, kanë hikur nga Serbia, prandaj nuk janë më qytetarë të Preshevës. Si është procedura, çfarë masash po ndërmerr Serbia për këtë procedurë që brenda një paqe të dukshme po kryen një genocid, do të thosha, një veprim që hyn në listën e genocidit për eliminimin e dëshmive të ekzistencës së një popullsie shqiptare në ato troje. Po, me të vërtet është shumë e vërtet ajo që e thu ti. Së pari dua ta përshëndes zotrin Diogardi dhe zonjën Shirley Diogardi. Me të vërtet ata janë edhe ndoshta si themi gurthemeli i avokimit për shqiptarët dhe për punën e shqiptarëve në Ballkanin Perëndimor, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Preshev, Medveç, Bujanovc dhe Malzi. Shirley edhe Gjo e kanë bërë një punë të jashtëzakonshme që ne sot nuk do të mundim të bënim atë që kemi bërë pa ta, pa ligën shqiptare, pa zotrin Agim Maliçka dhe gjithë bashkëpunëtorëve me Fatonin dhe gjithë tjerëve aty që janë me Belul Kashin, që kanë punuar një punë të palodhshme, jo vetëm kohën e tyre, po ndoshta edhe gjithë ato forcat edhe shpirtërore edhe ekonomike që kanë bërë deri sot aty. Kanë bërë një punë të jashtëzakonshme të arritjes deri ku jem. Kjo siç e the, me përmend edhe ti edhe kongresmeni e ka përmend ku kemi shkuar nga 4.000 banorë në një qytet dhe kemi zbritur në 400 banorë. Pse kemi arrit deri aty? Kemi arrit shkaku që nëse ti nuk ke qenë ose një dritë nuk ka qenë në banesë ose në shtëpinë tënde aty, serbët me njerë e kanë pasivizuar atë adresë, e kanë hekur atë numër të shtëpisë, e kanë hekur atë numër të banesës, e kanë hekur atë numër të banorëve aty kush ka jetuar, se kush është i zoti i asaj shtëpisë, dhe në këtë mënyrë e kanë bërë pastrimin etnik, si themi, të shqiptarëve në atë zonë. Pa luftë. Kështu, në kushte paqe. Po, kushtet paqe. Mënyra e pasivizimit tjetër është mos mundësia e punësisë, mos mundësia e pranimit të diplomave të fakulteteve që shqiptarët i kanë kryer në Prishtinë apo në Tiranë, mos pranimi i as të drejtave bazike jetësore të tyre, e lere më të futen në ndonjë punë apo në ndonjë administrat apo të jenë të zot e vetvetes. Sistemi jo kanë marrë të gjitha drejtat e njeriut, është një gjenocid ashtu siç ka ndodhur në Kosovë në vitin 98, atë po mundohen, po në mënyrë pasive, në mënyrë shumë të shkaftë për Serbia ta bëjë atë tash në Preshev, Medveç dhe Bujanovc. Unë e kam bërë një paralel, atë që Serbia e lyp për serbët e Kosovës në Kosovë, me gjitha ato drejta, me 10 ulse që janë të garantuara me kushtetutën e Kosovës për minoritetin serb, që në numër është 2 herë më i vogël që janë shqiptarët në Serbi, dhe atë që Serbia sot po e lyp nga Kosova nuk kanë të drejtë dhe nuk kanë as të një mundësi që të jepin shqiptarëve as të një të drejtë atje ku janë në Preshev, Medveç dhe Bujanovc. Dhe kjo është ajo hipokrizimi, si ta them, i Serbisë në gjeopolitikën botërore. Të dashur teleshikues, jemi këtu drejt për drejt me Gjino Molliqin, në cilin diskutojmë çështjen e veprimit serb në Preshev, në Bujanovc e Medveç. Ne po e pyesim se përse nuk duhet të bëj shteti shqiptar, qeveria e Kosovës, 2 shtetet shqiptare presion që të njëjtat kushte politike që kanë serbët në veri të Kosovës të kenë edhe shqiptarët në Serbi. Ekzistenca e paritetit duhet të jetë një kusht sine qua non për qeveritë shqiptare për marrëveshje me Serbinë. A jeni të njëjtit mendim? Po, fakt unë jam edhe idhëtar që shqiptarët në Preshev, Medveç, Bujanovc të kenë edhe të drejtë ose të kenë edhe ulse
në tavolinë kur Serbia dhe Kosova bisedojnë bashkë për zgjedhjen përfundimtare të Kosovës me Serbinë apo zgjedhjeve marrëdhënie Kosovë-Serbi që janë. Mendoj që ata duhet jenë pjesë e asaj marrëveshje, shkaku që Serbia mos të mundohet që nëpërmes të si themi luftës që e bën ajo luftës nëpër internet edhe nëpër gjëra që mundohet të shitet si viktima, në fakt është të bë gjenocidin çuçi ka bën vitin 95 në Kosovë, 96, 97, tash e bën në Preshevë Medveçë Bujanovac. Jam shumë dakord që shqiptarët në Preshevë Medveçë Bujanovac duhet të kenë ulse, qeveritë tona duhet të bëjnë një shumë më shumë për në drejtim të ndriçimit të atë që po ndodh atje. Unë mendoj që qeveria e Kosovës në këto vite të fundit ka bërë një punë të shkëlqyeshme në ndihma të ndryshme, në mënyrë të ndryshme të aktivizimit të shqiptarëve në atë krahin. Mendoj që qeveria e Shqipërisë duhet të bëjë shumë më shumë, pasi që tash qeveria ka një rol krejt tjetër politik në Evropë, e lemo në botë. Mendoj që ata dhe kryeministri Rama dhe të gjithë në Shqipëri duhen që ta krijojnë ndoshta një grup punues në mes qeverisë shqiptare që të merret me çështjen e Medveçës Preshevës Bujanovcit, të ju ndihmojë të rive atje, qoftë me studime, qoftë të hapin në ndonjë universitet shqiptar atje në atë krahin, dhe mendoj që mund të bëhen të shumë në një hon krejt ndryshe, po që se qeveria e Shqipërisë do të punonte në drejtimin e riaktivizimit të shqiptarëve në Preshevë Medveçë Bujanovac dhe të ndihmesës ndaj tyre. Kështu që ju bëj thirrje për gjatë këtij transmisioni që le të punojnë, le të bëjnë, le të krijojnë një grup punues, pse jo edhe në këtë dy qeveritë, Shqipëri, Kosovë përbashkët, që të merret me këtë çështje. Gjino, unë mbështes plotësisht idenë tuaj, por kam një pyetje tashmë. A duhet ta fusë qeveria e Kosovës si temë bashkëbisedimi me Serbinë në marrëveshjen mes tyre për veriun e Kosovës? A mund të hyjë ky si temë bashkëbisedimit, por nga ana tjetër është argument ndihmues për të arritur një paqe të mirëfillt? Unë mendoj që është një argument shumë që duhet të përmendet, duhet të punohet në atë argument. E vetmi send nuk duhet që Serbia të merë ndonjë mendim të shkëmbimit të territoreve apo të mendimit që Kosova ose territori i Kosovës në tërësi do të ndryshojë. Ne do të avokojmë dhe do të punojmë deri në frymën e fundit për avancimin e shqiptarëve në Medveçë Preshevë Bujanovac apo në veri të Kosovës, siç e the ti. Mirë po, shkëmbimet territorësh, ajo punë ka vdekur tash sa vite dhe nuk do të ketë shkëmbime territoreve, po do të ketë avancim i të drejtave të njeriut dhe të drejtave të shqiptarëve në Preshevë Medveçë Bujanovac. Këtë edhe Serbia duhet ta di dhe duhet të punojë që të avancojë këto të drejta. Megjithatë, ne po shohim çështje të tilla si çështja e paqes në Ukrainë, megjithëse është çështje tjetër, por dhe aty po flitet për një zgjidhje me zhvendosje territoresh. Unë edhe keni parë edhe në Departamentin e Shtetit Amerikan, që është aprovuar edhe nga Kongresi edhe nga Senati Amerikan dhe nënshkruar nga presidenti Trump, në NDAA, që është National Defense Authorization Act, kemi punuar shumë me kongresmen dhe senat, që sa pika aty të jenë që territori i Kosovës nuk do të ndryshojë dhe për Amerikën territori i Kosovës do të jetë ai që është dhe është i palëvizshëm dhe i palkundur dhe do ta mbrojë Amerika. Me futjen e Kosovës NATO unë mendoj që edhe Serbia do të ndryshojë kahjen, që tash po na del të temë tjetër që unë mendoj stacioni i parë dhe i vetëm i Kosovës në inkuadrimin në ndonjë organizatë jashtme duhet jetë Kosova në NATO. Po kjo është e mundshme si dëshirë, si aspirate, duam të gjithë, po një farsoj është në kuadër të KFOR-it në NATO, po duhet të jetë si shtet në NATO, sepse e mbron artikullin numër 5, por kam disa vende aty të cilat nuk e njohin Kosovën, jo për shkak Kosovës në vetvete, por shkak problemeve kufitare që kanë në shtetet e tyre.
Ka mundësi të ndryshme që të njoftjes edhe të tyre të shtetit të Kosovës në NATO. Ka mundësi të ndryshme, janë dhe variantat ndryshme që Kosova mund të pranohet në NATO edhe pa votën e tyre, edhe pa pranimin e tyre. Jemi duke punuar në atë drejtim. Unë mendoj që Serbia do të kishte krejt një qasje tjetër dhe një kahje tjetër po të futet Kosova në NATO si shtet, krah me gjithë shtetet tjerë. Dhe unë mendoj që edhe pikpamjet e shqiptarëve në përshef me të veç Bujanac në syrin e Serbisë do të ndryshojshin me futjen e Kosovës në NATO. Kështu që unë i bëj apel gjithë shqiptarëve këtu që janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe pse jo qeveritë tona, që të punohet në atë drejtim, ku unë mendoj që kemi një rol tashmë, siç u pa edhe në Davos me presidentin Osmani me nënshkrimin edhe futjen e Kosovës në traktin e paqes apo në atë që traktin e paqes që presidenti Trump do ta udhëheq. Mendoj që Kosova tashmë vetëm u bë pjesë botërore e një organizate e udhëhequr edhe e lindur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga kjo administratë e presidentit Trump. Aty de facto, ti themi, u pranua shteti Kosovës edhe nga shumë vende që ishin aty që futën në nënshkrimin në atë organizat, edhe pse Kosovën nuk e kanë pranuar ende, de facto, si të themi, mund të themi se e pranuan si shtet të Kosovës, se shteti Kosovës do të jetë me drejtat barabarta në atë organizat përgjatë tyre. Kështu që mendoj që e kemi një momentum, një kahje tjetër me administratën e presidentit Trump, dhe mendoj që Kosova vetëm se po e merr atë zanafillën, atë krahin ku Shtetet Bashkuara të Amerikës e konsideron Kosovën si aleatin më kryesor në Ballkanin Perëndimor dhe e din që shteti i Kosovës është aleati më i afërm që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë në botë. Është diçka mjaft pozitive dhe mbështetja ushtarake për Kosovën, për të arritur dhe aspektin ushtarak, me xhavelinët, me tanke, me aty mendoj që ta shumë shpejt mundëm të punojmë edhe të punojmë në drejtimin e Kosovës në NATO dhe të mundohem që edhe Kongresi edhe Senati Amerikan të jetë një pjesë e asaj dhe të mundohet ta shtyjë Kosovën në atë drejtim. Okej. Pyetja e fundit ka të bëj, çfarë kërkoni ju si organizat AFA nga shqiptarët diaspora, shqiptarët e Amerikës, ku mund ta japin ata mbështetjen? Shqiptarët gjatë periudhës luftës në Kosovë ditën krijojnë një pol të vërtet lobimi. Çfarë duhet tashmë, pavarësisht se kush e merr nismën, rëndësi ka përfundimi? Së pari falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët që kemi punuar deri tash me Albanians for America apo Shqiptarët për Amerikën. Me të vërtet të gjithë kanë pas dyert hapur, kemi bashkëpunuar me të gjitha shtetet amerikane, shqiptarët në gjitha shtetet amerikane në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me të vërtet janë dyert hapur. Ka kontribues këtu që kanë kontribuar qysh para luftës dhe qysh nga vitet e 80-a, 70-a për çështjen e Kosovës. Ne jemi një organizatë e re që po mundohem dhe po gjejmë mënyra të ndryshme që të avancimit të çështjes shqiptare në Kongresin, Senatin dhe në administratën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I apeloj gjithë shqiptarëve që të shkojnë në albaniansforamerica.com apo shqiptarët për Amerikën. Le të bëhen members, ne kemi diku rreth 200 members. Kemi bërë takime të ndryshme në New York, në Michigan, në Chicago, tash po punojmë dhe të bëjmë edhe të avancojmë edhe do takime tjera. Nëse kanë mundësi që sa do pak donacionet janë të mirë se ardhura për shpenzimet që ndodhin për një organizatë si që dim gjithë se si punohen tonë organizatat jo përfituese. Ne kemi edhe PAC ku në PAC, donacionet që vinë në PAC 100% shkojnë drejt riemërimit dhe ri përshtypjes të kongresmenëve dhe senatorëve, të ndihmesës që ju jepim ne që ata të rizgjidhen në ato opozita, pasi që janë edhe kanë punuar për Kosovën, për shqiptarët, dhe në atë drejtim mundohem që ata të jenë aty në Kongresin dhe Senatin Amerikan që të ndihmojnë kauzës shqiptare. Do thotë çdo donacion që vjen nga bashkëpunëtorët tanë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jenë rezident.
atëherë ato donacione shkojnë drejt për drejt, mundohemi që t'i çojmë miqve tanë të ndryshëm që i kemi atje. Këtë punë që bëjmë unë dhe shokët e mi në Albanians for America është vullnetare, ne mundohemi që sa më shumë vetëm të krijojmë dhe ta krijojmë një ur lidhëse mes Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kongresit, Senatit dhe administratës Trump drejt për drejt me Kosovën, me Shqipërinë dhe me qashin shqiptare. Për ta mbyllur pyetja e fundit, nga puna juaj në qytetin Wiley, ju zgjidheni për herë të dytë. Mayor pro tem. Okej, pro tem. Çfarë nënkupton me mayor pro tem? Unë jam zavendës kryetar, si të themi. Këtu kemi 7 një kuvend me 7 antar që udhëheq qytetin. Qyteti jemi ka rreth 75.000 banor, jemi një qytet në zhvillim e sipër. Kur kam ardhur këtu në 2015-ën, në 2013 në fakt kam ardhur këtu, kemi qenë vetëm 25.000 banor, sot i kemi 75.000 banor. Jam shumë krenar që më së pari jam shqiptar dhe jam i zgjedhur në një pozitë politike të udhëheqjes në qyteti. Ky qytet më ka jep gjitha ato që ka mundësi për familjen time, për mbijetesën time, për fëmijët e mi. Kështu që jam shumë i lumtur që jam pjesë e policy maker në këtë qytet dhe të mundohem të arritim këtë qytet jo vetëm ekonomikisht, po të mbrojmë edhe të votën e njerëzve që jetojnë këtu për atë që e ka bë këtë qytet aq të lakmueshëm që gjithë të vinë dhe jetojnë këtu. Dhe është krenaria ime që jam shqiptar dhe jam aty në atë pozitë dhe mundohem ta jap atë maksimumin që t'i frymëzojmë sa më shumë të reja që kanë lindë dhe jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që t'jenë pjesë e politikës shqiptare. Për këtë fakt i përshëndes në shqiptarët në Michigan, Robertin që po tash vetëm po hec për Kongresin Amerikan. Suzana Shkrelin që e kam shumë shoqe, ajo po shkon për Secretary of State për Michigan. Kemi në New York që po shkojnë për Congress. Do thot vetëm ja ka filluar shqiptarët të jenë pjesë e politikës amerikane, që do të dash sot e shumë shpejt do të jemi edhe në Washington dhe të reprezentojmë jo vetëm amerikanët që janë në distriktin ton, mirë po të reprezentojmë edhe prej nga jemi. Se në fundit Lorik Canës, Granit Xhakës, Zot Shaqiri, Dua Lipës nuk mund t'ja heqësh atë prejar dhe atë shqiptarizëm nga ta. Edhe pse janë ndoshta yje botërore nga një vend tjetër ose janë rrit në një vend tjetër, mirë po përthamen dhe frymëzimin e kanë shqiptar. Kështu që reprezentojnë me gjithë krenari. Unë ju falenderoj për intervistën, ju falenderoj për punën e mirë patriotike që bëni ju personalisht, shoqata juaj, sidomos për këtë arritje të lobizmit në Kongres për luginën e Preshevës. Ju uroj të vijoni dhe të vazhdoni punën tuaj me objektiva të qarta, siç e shoh, për të realizuar një ëndër të shqiptarëve që do zgjidhte edhe problemet e Ballkanit, futjes së Kosovës në NATO. Gjino, miru takofshim në emisionet të tjera, ju uroj punë të mbarë, edhe ju kam parë dhe ju kam ndjekur madje edhe në disa video që bëni në rrjetet sociale edhe me drejtues politik apo të mundshëm këtu në Michigan dhe me gjërë. Ju faleminderit. Ju faleminderit shumë për thirrjen të jem këtu me ju, të jem mysafiri juve sot. I bëj apel gjithë prapë shqiptarëve, le të shkojnë në albaniansforamerica.com, le të bëhen antar, le të na japin mendimet e tyre. Ne jemi të hapur, të punojmë edhe të avancojmë çështjen shqiptare në Kongresin, Senatin dhe në administratën Trump. Faleminderit shumë dhe jam shumë mirënjohës. Edhe po mbyll me fjalën shqiptare, puna që duket nuk do kallaus, se në këtë mes ju e keni arritur një farë qëllimi. Gjithë të mirat dhe miru takofshim. Miru takofshim, faleminderit.